Mbasi Kos nënkuptoi pak a shumë se korrupsioni ka thartuar si qumë është i prishur bërgjiz shoqërinë shqiptare dhe se është shoqëria, jo thjesht institucione të ndryshme të rëndësishme të korruptuara, u bë deti Kos. Kaq mjaftoi që mbrojtës të korrupsionit të thonë se është kultura e korrupsionit dhe e bakshishit e shoqërisë shqiptare që na ka prishur shtetin, qeverisjen, nënpunësit e kështu me radhë. Me një fjalë, korrupsionin e pas kemi në gen, në traditë, është pjesë e identitetit ton kombëtar. Kurse në perëndim jetojnë kombet kulturuara që korrupsionin nuk e honepsin. Fajin për bakshishet që paguajmë dhe korrupsionin e nënpunësve që mbajmë mbi supe e pas kemi vetë ne që vuajmë prej tyre. I bie kokos me dorë, pulit që pallat se mos jenë ëndër, jo janë çka thon. Betejë e nënpunësisë dhe e politikës qeveritare del se po bëhet kundër popullit të vet, sepse nga populli i prapambetur vijnë valë korruptive dhe bakshishi. Çfarë traditese? Bujku shqiptar që në histori ka prodhuar për vete bënte korrupsion me veten e tij se me njëri tjetër me cilin do të bënte. Jetonte në ekonomi të mbyllur. Edhe artizani shqiptar tradicionalisht nuk ishte se me cilin bënte korrupsion sepse prodhonte në mallin e tij me veglat e tij për treg. I vinte çmimin mallit dhe paguaj kaq. Ku është tradita e korrupsionit këtu në mënyrat e prodhimit tradicional që ndokush të thotë se kultura jon tradicionale që nga geni i korrupsionit? Po t'ishte kështu, ata qindra mijë emigrantë shqiptar, si ka mundësi që në pjesën ndërmuese të tyre janë integruar në shoqëri ku korrupsioni nuk e ha nga brenda shtetin si te ne? Përkundrazi janë mësuar të jetojnë me punë të ndershme dhe në çfarë kushtesh se ne kultura e bakshishit e kemi në gen apo na e kërkojnë nënpunësit, njerëzit që sta japin shërbimin, po që se nuk i dorovit në dorë, mbi dorë, pas dore e para dore. Po pse nuk ka vende perëndimore edhe në Amerikën e Veriut ku duhet t'i japësh me detyrim bakshish kamarierit, hotelgjiu, taksistit, berberit, e shumë profesioneve të tjera se përndryshe ha dynjan? Ku është kultura jonë e bakshishit dhe korruptive që na karakterizo ka si kombe si popull dhe të tjerët nuk e njohin këtë kulturë? A mos duan të thonë se ka pasur shqiptar që ka ndërtuar në emigrim rrjete droge dhe paraje ilegale? Po ja, nëse është kështu dhe çfarë del që këtej, me cilët bashkëpunojnë ata, kujt ja shesin, cilët kanë partner, të huaj apo shqiptar? Pse drogën, prostitucionin, mafjen anë mban banda kur u krijua në perëndim? Kur vajtën shqiptarët apo i gjetën atje këto rrjete? O brenda vendit, kush jep tenderet me bakshishe dhe me përfitime ilegale? Çfarë thot drejtësia? Je populli që është me duar në xhep apo janë nënpunësit, jo rrallë të lartë që e bëjnë? Ku është populli këtu? Ku është në kulturën tradicionale shqiptare kulti i bakshishit, i korrupsionit, i vjedhjes parave të tjetrit, i plaçkitjes? I ka kënduar asaj Naimi, Gjergj Fishta, Andre Mjeda, kush? Ka përhapje bakshishi sot në popullsi? Po, ka, por vetëm ignorantët në sociologjinë e kulturës pretendojnë që në shoqëri është njeriu që bën pjesë në shtresat e gjera që imiton elitat burokratiko-politike dhe jo ai që ka status më të ulët imiton ato që ka status më të lartë. Shirrushi dhe piqu. Kur gjithë jeta qeveritare, një punësia është e mbushur me afera korruptive për cilat flitet ditë e natë, çfarë do mendoj qytetari? Këta kanë vjedhur, plaçkitur prona, rrëmbyer gjithçka, jetojnë përtej mundësive të tyre, pse unë do të respektoj një moral që qen ka hipokrit? Ja po e marrim që edhe ka njerëz që tentohen nga vjedhjet, korrupsioni, bakshishi, por pyetet, sistemi i qeverisjes sa është i organizuar për t'i vënë fre apo për ta lënë të çfrenuar? Ku është ndarja e pushteteve që ata të kontrollojnë njëri tjetrin? Ku është statusi i nënpunësit publik që ai të mos jetë i mbrojtur ose keq përdorur nga politika dhe shefat? Ku është kontrolli administrativ që ka lënë shkelje ligjore të nxitura nga korrupsioni dhe që i kapin kontrolli i lartë i shtetit, spaku e të tjerë? Thot bukur themeluesi i sociologjisë Durkheim, sa po ndëshkimi për krimin dobësohet, aq më tepër kriminaliteti rritet. Dhe ai nuk e thoshte këtë për shqiptarët, por për popullsitë perëndimore. Çfarë është bakshishi që paguan popullit e nënpunësit ose të zyrat e shërbimeve të ndryshme? Një taksë fshehur, një çmim i rritur artificialisht, një blerje me paraje, një të drejtë që ligji ta njeh, por maliqi ta mohon. Ka ndonjë teori që të ketë pretenduar se ai që paguan këtë shtesë financiare është ai që e nxit korrupsionin dhe bakshishin dhe jo ai që e merr.